Kthehemi në studio të flasim tani për ekonominë. Unë kam në lidhje drejt për drejt eksperten Romina Radoshiqi. Romina, shumë faleminderit që jemi në kënaqësi të bisedojmë. Kënaqësia e imja. Mirë, për nis bisedën nga vendimet e qeverisë që kanë bëjnë me pensionet, pensioni dhe bonusi që po shpërndahet, po themi tani në dhjetor, do të jetë i fundit me shumë gjasë në bazë të deklaratave nga zyrtarët, pasi vitin e ardhshëm do të nisë një lloj rritje deri diku dinjitoze. Çfarë pret realisht të ndodhë? Në fakt, është e vërtet që do të ketë një rritje nga 1 janar 2026, ndërkohë që flasim për bonuset, pjesa më e madhe e pensionistëve, ndoshta 50% e pensionistëve i kanë tërhequr këtë bonus, pasi është shumë e rëndësishme që në financat e tyre ato të mbulojnë shpenzimet e faturave, sidomos faturat e energjisë elektrike, nisur këtu nga vetë deklaratat e zyrtarëve të postës, pra ku ato kanë thënë shprehimisht që një pjesë e mirë e pensionistëve si kanë marrë pensionet, pra i kanë lënë po prapë në zyrat postare për të le të themi për të likuiduar faturat e energjisë elektrike. Të mos harrojmë që muajt pra tetor nëntor janë muaj që relativisht kanë qenë të ftohta dhe shpenzimin e energjisë elektrike, edhe pse kjo faturë subvencionohet pra nga shteti një pjesë tepër e vogël e papërfillshme, përsëri faturat janë kripura. Një pjesë tjetër e pensionistëve dhe nga biseda informale janë pra këto bonuse i kanë shpenzuar për të konsumuar, që do thotë që kanë marrë produkte dhe shërbime duke ditur se në javën e 4 të muajit dhjetor çmimet rriten në mënyrë abuzive dhe patjetër që pensionistët, duke qenë se dhe nivelin e tarëve kanë tepër të ulët, ato janë menaxhuesit më të mirë të parave, ku mundohen që të gjejnë muajt, ditët apo vendet e përshtatshme me çmime më të ulta për të le të themi maksimizuar blerjet e tyre. Romina, ndërkohë rritja do të jetë, do me thënë se në vitin e parë, sepse e kanë përshkruar si diçka që do të vijojë në mënyrë tranzitore për 4 vitet e ardhshme. Po në fakt do të jetë një rritje e lartë, shpeshherë pensionistët në biseda informale përsëri as nuk e besojnë që do të jetë një rritje e tillë. Ata të cilët do të kenë një pension të plot nga 1 janar 2026 do të kenë mundësi që të marrin pra një rritje konstante, llogarisim këtë që është konstante, se duket sikur rritja muaj për muaj 2 fishot, por nuk është e vërtetë, pra është konstante prej 1800 lekë. Ndërkohë që ato të cilët janë me pension të pjesshëm, rritja do ta kenë 800 lekë dhe pjesa më e madhe në fakt e target grupit të pensionistëve kanë një pension të pjesshëm, sidomos ato pensionistë të cilët kanë dalë në pension 3 vitet e fundit, pensioni i tyre është pension i pjesshëm dhe do të kenë një përfitim mujor, pra një vlerë konstante prej 800 lekësh. Të gjithë ato të cilët janë pensionistë për jetojnë në zonat rurale, rritjen do ta kenë 1000 lekë, pra 10.000 lekë të vjetra, dhe kjo do të jetë një rritje konstante. Pra janari 1000 lekë, shkurti 1000 lekë, pra çdo muaj nga 1000 lekë. Ndërkohë që ato të cilët do të kenë një pension familjar, rritja do të jetë 700 lekë, dhe ato të cilët do të kenë një pension invaliditeti, rritja do të jetë më e vogël, pra 600 lekë. Kjo reformë, të duket në rregull me projeksionin rritës, pra shpeshherë skema është përshkruar se mbahet në këmbë me vështirësi dhe shpeshherë ndërhyet dhe me fonde nga buxheti i shtetit. Në fakt, kjo rritje nuk është domethënëse, dhe këtë e them me bindje, pasi edhe nëse do të ishte 2 fish apo 3 fish, kosto i jetesës në Shqipëri është tepër i lartë, sidomos në qytetet kryesore që ne i dimë, sidomos dhe në ato qytete apo zona rurale, por që konsiderohen si atraksione turistike. Nga ana tjetër, çfarë ndodh? Në zonat rurale ne dimë shumë mirë që përveç faktit që ka nivele tepër të ulta pensioni, dhe kjo rritje prej 1000 lekë nuk do të mund të le të themi të zbusë atë nivelin e varfërisë relative, duke marrë dhe në konsiderat që në zonat rurale mungon dhe kujdesi shëndetësor apo shërbime shëndetësore. Dim shumë mirë që në zonat rurale një mjek mund të jetë për 2-3 fshatra, për më tepër qendrat shëndetësore janë disi të amortizuara dhe nuk mund të marrin këtu pensionistët në zonat rurale shërbimin cilësor që ato meritojnë, e do duhet më pas që të shkojnë në qytetet më të afërta apo ndoshta akoma dhe më keq në spitale apo qendra private ku shpenzimet janë disi më të larta. Nëse në spitale apo në qendra shëndetësore
të zonave më të afërta, ato do të kenë vetëm shpenzime transporti, ndërkohë që nëse do të shkojnë pra në zonë në qendra private, patjetër që fatura e shërbimeve shëndetësore është shumë e kripur, madje edhe për ne individët të cilën jemi me të ardhur mesatare, përsërit ndonjëherë është e papërballueshme. Romina, ndërkohë lidhur edhe me trajtën e atyre që preferojnë, po themi, investimet në skemat private të pensionit. Kanë gjetur terren në Shqipëri? Një pjesë mirë e individëve të cilët kanë informacion për përfitimet e skemës pensionit privat, patjetër që kanë implementuar tashmë dhe patjetër që dhe informojnë individ të tjerë. Po dhe mes individëve të cilët konsiderohen si intelektual, ka një mungesë besimi pasi mungon informacioni. Unë mendoj që do të ishte shumë mirë nëse dhe ato të cilët institucionet e tregjimit financiar, pra apo institucionet të cilët ofrojnë skemat e pensioneve private, por nga ana tjetër dhe nga vetë qeveria jonë, pra të marketonte apo të informonte më shumë individët me qëllim që të gjithë të dinë përfitimet dhe arsyet që pse duhet bëhemi pjesë e pensioneve private. Është shumë e rëndësishme pasi mosha e pensionit vjen shumë shpejt. Dhe në kohën kur ne do të dalim pension, do është të ardhur e disponueshme që do të marrim nga pensioni do të jenë të pamjaftueshme për kostën e jetesës, kështu që do duhet patjetër një edukim financiar i mëtejshëm për së pari për të ndërgjegjësuar të gjithë publikun, gjithë qytetarët që nuk duhet bëhen palë me bizneset cilët duan të bëjnë evazion apo informalitet. Pra dhe nëse bën biznesi nuk duhet të bijem ne pre, pra duhet kërkojmë të drejtat tona, nga ana tjetër dhe të kemi informacione dhe të bëhemi pjesë e skemave të pensionit privat, pasi është shumë e rëndësishme e ardhmja. Romina, flasim pak edhe për një temë tjetër, folur shpeshherë për një tranzitim drejt paras virtuale, ta quajmë kështu në thonjza, pra pagesave online. Dhe ka një iniciativë që në vitet e ardhshme të ketë një rritje deri në 60% të kryerjes së pagesave me kartë. Është ambicioze si nisëm, por sa mund të arrihet? Dhe gjithashtu debati cash apo pagesë me kartë ekziston dhe në vende të tjera ku një pjesë e shoqërive, qoftë në Shtetet e Bashkuara, e shohin paranë fizike si të pamposhtur në thonjza. Në fakt, kjo është një nisëm që Shqipëria e bën së pari për shkak se ne kemi tentativat pastrimit parave, kemi një evazion dhe informalitet tepër të lartë dhe për të dalë nga këto sfida që janë sfida shumë të rëndësishme do duhet patjetër të marrim nisma. Dhe nisma e digitalizimit është një nisëm që në fakt Vendet e Bashkimit Evropian e kanë përqafuar me kohë, ndërkohë që dhe ne po mundohemi hap pas hapi, edhe pse na mungon edukimi financiar, se ndoshta të rinjt janë ato të cilët dhe mosha mesatare janë ato të cilët bëhen pjesë e pagesave apo blerjeve online, dhe ato kuptojnë se sa e rëndësishme dhe sa kohë le të themi kursejnë duke bërë blerje të tilla. Ndoshta dhe duke marrë produkte me çmime dhe me cilësi më të lartë dhe me çmime më të ulta, por çështja qëndron që të jesh pa para fizike është një çështje e diskutueshme. Unë dhe shumë ekspertë të tjerë të ekonomisë, sikur se tha dhe ju dhe Amerika, besoj që në planet deri në 2030 do të jetë shumë afërsh, që ne kemi të pamundur ta implementojmë, sepse ne thamë që në zonat rurale mungon kujdesi shëndetësor, ç'mund të thuash për një individ i cili jeton në zonën rurale, mund të jetë në një moshë, në moshën e tretë, atij mungon spitali për të shkuar dhe për të kuruar, s'mund mendosh për që ai të di të bëjë le të themi blerje online apo të mos ketë para fizike, sepse kjo moshë e ka të vështirë për shtatje me teknologjinë dhe për më tepër duket sikur edhe nëse do të jetë një fëmijë apo një nip që do ta ndihmojë, duket sikur i cënohet privatësia për të ardhurat e tij, pra që janë të ardhurat personale. Mos harrojmë që Shqipëria është goditur dhe nga problemet të daljes së të dhënave personale apo sulmeve kibernetike, dhe do duhet patjetër që kjo nisëm së pari të shoqërohet me një edukim financiar, së dyti të kuptojmë që shqiptarët duhet të kenë një infrastrukturë teknologjike, pra të kenë mundësi që ta aksesojnë dhe të kenë dhe njohuri teknologjike, se s'mund pretendojmë që çdo shqiptar sot ka njohuri teknologjike. Mund të jetë dhe nuk mund të jetë edhe në moshë pensioni, mund të jetë në moshë mesatare, por ndoshta ai nuk ka njohuri të thella teknologjike. Nga ana tjetër, shqiptarët kanë një lloj mungese besimi tek pjesa e, pra e mësuar, ka një perceptim tek pra
janë më pro paras fizike dhe them këtu sepse dhe në të dhënat që ka vetë Banka e Shqipërisë mund të gjejmë dhe shqiptarët që nuk kanë numra llogarie ose më saktë janë bërë pjesë e sistemit bankar vetëm se marrin pagën dhe janë pjesë e punësimit formal. Kështu që është një sfidë e cila do duhet shoqërohet dhe me shumë politika të tjera mbështetëse me qëllim që shqiptarët së pari të rrisin besimin te paraja digjitale apo të transaksionet në mënyrë digjitale dhe së dytë të shoqërohet dhe me politika dhe me masa mbrojtëse për çështjen e privatësisë dhe sulmeve të mundshme kibernetike që Shqipëria në fakt të vitet e fundit i ka pasur të shpeshta. Ndërkohë, Romina, një tjetër gjë që po diskutohet dhe besoj shumë shpejt do të miratohet ka bëj edhe me kriptovalutat, do të jetë e lishme tashmë ti prodhosh dhe ti tregtosh, qoftë për të blerë ashtu dhe për të shitur. Çfarë të bën përshtypje do të jetë një normativ e ngjashme me atë të Bashkimit Evropian dhe është një përshtatje, si thua, ndaj ecërisë së jashtëzakonshme që ka marrë ky treg edhe në vende të zhvilluara. Në fakt, kjo nisi më shumë e rëndësishme pasi bota e krijimit, le të themi, fshehjen e parave bën edhe pra nga kriptomonedat, kështu që duhet patjetër që Shqipëria të ketë një bazë ligjore e kishte në fakt, po duhet ta përshtasë ta updatoj me qëllim që të jetë e implementueshme dhe nga ana tjetër në këtë mënyrë do të ketë dhe më shumë dhëna se çfarë ndodh në këtë treg, sepse është një treg paralel i cili ne themi informalitet, evazion fiskal, pastrim parash, por ky treg le të themi shërben për pastrimin e parave, kështu që apo për fshehjen. Kështu që është shumë e rëndësishme që kjo nisëm të përfundojë dhe shqiptarët jenë si qytetarët europian dhe vetë qeveria shqiptare të ketë kontroll pra mbi këtë element që është shumë i rëndësishëm. Po, iniciativa mund të sjellë një lloj formaliteti të një pjesë të këtij tregu, sepse ka edhe qytetarë që mund të kenë investuar në, po themi, një kriptomonedë dhe kanë pritur deri sa rritet çmimi. Ky fitim do të jetë tatueshëm kur të riqet, çfarë veprimesh mund të ndërmerren? Po, mendoj që do të ndiqen të gjithë direktivat e vendeve të Bashkimit Evropian, nuk vjen më kot në fakt këto nisma, pasi ne jemi duke shërtuar dhe kapitujt, kemi kapitujt e Bashkimit Evropian dhe patjetër që ne nuk mund të futemi në Bashkimin Evropian pa sistemuar dhe pa rregulluar të gjithë të problematika dhe janë më tepër në kuadër të pastrimit parave, të ekonomisë gri, të evazionit fiskal që ka dëmtuar me vite vendin tonë dhe ne akoma flasim për individ cilët jetojnë në varfëri absolute, ndërkohë që nuk duhet jetonin në varfëri absolute. Shqipëria është një vend i cili ofron mundësi, jo vetëm punësimi, por ofron mundësi për të bërë biznes, kemi një natyrë që shumë europian në fakt na kanë zili dhe madje një pjesë e mirë e tyre kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion dhe për të kaluar jetën, kështu që do duhet patjetër rregulla, norma, përshtatshmëri me qëllim që vendi ynë të jetë një vend se të gjithë të tjerët dhe patjetër dhe më i sigurt. Romina, po shkojmë drejt përfundimit të këtij viti dhe do të flisim pak dhe për turizmin. Në mbyllje në 2024 patëm më shumë, po themi, propagandë nga qeveria për shifrat që ishin me të vërtet historike dhe të larta. U humb disi shkëlqimi në 2025-ën, çfarë nuk funksionoi? Apo beson se ka qenë gjithashtu një vit i mirë? Jo, mendoj që 2025 nuk ka qenë një vit i mirë dhe kjo ndodhi për shkak se bumi 2024 shumë turistë ndoshta dhe kanë informuar të tjerë pasi kishin çmime të larta. Pra, që në vitin 2024 kishim një turizëm relativisht të shtrenjtë për atë çka ne ofronin, për cilësinë që ne ofronin. Ndaj dhe mendoj që në këto kushte 2025 ishte një vit i cili nuk ofroi atë numrin e lartë të turistëve, të cilët ne e prisnim. Nga ana tjetër jemi shumë mirë që jemi duke folur për turizmin pasi nga asaj informacione që kam unë, shumë të huaj kanë zgjedhur që të kalojnë Krishtlindjen dhe vitin e ri në Shqipëri. Dhe disa destinacione pra të rëndësishme siç është Korça për shembull që zgjedhin Korçën si një vend për të kaluar Krishtlindjet. Ndaj kemi një tendencë të re që dikur nuk ka qenë, pra kemi rritje turizmit përveç se turizmit dimror, por edhe turizmi për festat e fundvitit. Kështu që po shohim që vit pas viti Shqipëria ndoshta edhe pse mund të ketë një vit më shumë, një vit më pak, por po promovohet në arenën ndërkombëtare, kjo dhe fal promovimit që po i bëhet Shqipërisë,
Dhe patjetër dhe takimet ndërkombëtare që ka ofruar qeveria në arenën ndërkombëtare ka ndikuar pozitivisht që ta mos shihet Shqipëria si një destinacion, se para 10 vite Shqipëria shikoi një destinacion i cili kishte probleme, sepse ashtu transmetohej nga mediat e huaja, ndërkohë që sot mediat e huaj mos shkruajnë për Shqipërinë për evente politike ndërkombëtare, e cila ka rregulluar imazhin e Shqipërisë dhe pse jo ka sjellë turist të këtyre vendeve. Romina, dhe për ta mbyllur, mesazhi që vjen në formë të heshtur gjithsesi është që të mbetemi me këmbë tokë, apo jo, të balancojmë atë që ofrojmë me çmimin. Patjetër, të gjithë operatorët turistik dhe çdo kush që bën biznes në turizëm duhet të kuptojë që fitimet e shpejta nuk janë të qëndrueshme. Patjetër që duhet të ofrojnë çmime në raport me cilësinë që ato ofrojnë dhe pse jo që pra këto çmime dhe kjo cilësi të sjellë turistë të huaj dhe të rritet numri i turistëve. Patjetër që duhet të jemi me këmbë në tokë. E qartë. Romina, shumë faleminderit që ishe me ne kënaqësi të bisedonin. Ne miq diskutuam për ekonominë, për pagat dhe pensionet, gjithashtu dhe për një seri zhvillimesh që kishte të bënte me paranë virtuale dhe kriptomonedhat, një inovacion që shumë shpejt do të mbulohet edhe ligjërisht nga Shqipëria. Do të ecim më tej, do të shkojmë reklama, vetëm pas pak do të flasim për teknologjinë.